Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi të enjeten se të hënën e ardhshme do të niset për në Bruksel që të nënshkruajë marrëveshjen me Serbinë për veriun. Ai u zotuot para deputetëve se asgjë nuk do të jetë në kundërshtim me ligjet e Kosovës në fuqi. Madje ai tha që askush nuk po shtyn të veprojë në dëm të vendit. Por një siguroj, juve të nderuar deputet dhe qytetarëve të Kosovës, se asnjë dokument që është në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës nuk do t'ju vjen në këtë kuvend. Do ta ndalëm para se marrë. Deklarimi i tij se nuk ka presion u pa me habit nga vetëvendosja. Sipas tij subjekti politik, me këtë marrëveshje të ardhshme do të përjetojë një ndarje më të keqe se Bosnia. Për mendimin tim humbi shumë kohë në një tentim trajtimi letrar të fjalimeve të deputetëve. Tha që ne duam të ndërtojmë një kulturë shprehëse pranë Kosovë. Apo jo. Pra, me një farë mënyre tha që nuk duhet të shpërndajmë si lloj pesimizmi që sipas tij po u shpërnda përmes kuvendit në vërejtjet e deputetëve, por që duhet ta krijojmë një lloj shprehëse, pavarësisht pra fakteve dhe interpretimeve. Edhe partitë tjera opozitare janë skeptike me të arriturat e dialogut dhe raportimin e Thaçit. Presion nuk kem prej kërkuj, presion kohor për Kosovën nuk kemi, atëherë unë 2 prilin në këto bisedime, në këtë dialog, nuk e shoh ditë. Po i ndëgjojmë ato që i kem dëgjuar në gazeta, asnjë san të ri, asnjë informacion të ri, asnjë gjë të re, krejt çka po dim, po përsëritet edhe një herë, edhe po duket që po zhvillohet debat me i komentu, por nuk po është më informat se zakonisht po i dijmë krejt, nuk po del diçka e re për kuvendin, çka nuk ka dalë për media. Sidoqoftë, Thaçi garantoi se nuk ka vend për brenga, me që edhe fuqitë e mëdha janë në anën e kosovarëve. Mesazhin e fuqishëm të zëvendës presidentit amerikan Biden se SBA-t nuk akceptojnë asë ndonjë pretendim për ndonjë zgjidhje që nuk është në vullnetin e qytetarëve të vendit dhe që mund ta dëmton shtetësinë e Kosovës. Zyrtara qeveritar bën ditë se posa të arrihet marrëveshja, Kosova e ka planin e saj për veri, i cili kërkon shumë angazhime, bashkë edhe me faktorin ndërkombëtar.